Të dashur dëgjues, në videon e sotme do të flasim për formimin e tsunamit. Tsunamet formohen kryesisht nga lëvizje të papritura dhe të fuqishme të ujit në oqean ose det, zakonisht si pasojë e një ngjarjeje natyrore nënujore. Shkaqet kryesore të formimit të tsunamit janë tërmetet. Ky është shkaku më i zakonshëm. Kur ndodh një tërmet i madh në fundin e oqeanit, pllakat tektonike lëvizin papritur. Njëra mund të ngrihet ose të ulet. Kjo lëvizje zhvendos një sasi të madhe uji, duke krijuar valë gjigande që përhapen me shpejtësi në të gjitha drejtimet. Ekzistojnë gjithashtu dhe shpërthime vulkanike nënujore. Kur një vulkan shpërthen nën det, shpërthimi mund të zhvendosë ujë në mënyrë të ngjashme me tërmetin. Në disa raste, erozimi i pjesëshëm i një ishulli vulkanik në det mund të shkaktojë gjithashtu tsunam. Rrëshqitjet e dherave nënujore. Kur një masë e madhe dheu apo shkëmbi bie papritur në ujë, ajo zhvendos ujin dhe krijon valë të fuqishme. Kjo ndodh shpesh në zonat me terren të pjerrët ose pas tërmeteve. Gjithashtu, rënja e meteorëve në oqean, që ndodh rrallë, shkakton zhvendosje të mëdha uji dhe krijon tsunam. Valët e tsunamit përhapen me shpejtësi 800 deri 900 km/h në oqean. Në deta hapur, valët janë të ulta dhe shpesh nuk vijnë re. Kur afrohen pranë bregut, energjia e tyre përqendrohet dhe lartësia e valëve rritet shumë, ndonjëherë mbi 30 metra. Këto valë përplasen me bregun me fuqi shkatëruese. Tsunamet nuk ndodhin kudo. Ato prekin kryesisht vende që ndodhen pranë kufive të pllakave tektonike, ku shpesh ndodhin tërmete të fuqishme nënujore. Disa nga vendet dhe rajonet më të goditura nga tsunamet janë Japonia. Është vendi më i njohur dhe më i prekur nga tsunamet në botë. Japonia ndodhet në unazën e zjarit të paqësorit, ku takohen disa pllaka tektonike. Në Japoni, tsunami i vitit 2011 ishte shumë i fuqishëm. Valët arritën mbi 40 metra lartësi, shkaktuan mijëra viktima dhe dëmtime në centralin bërtamor të Fukushimës. Indonezia gjithashtu ndodhet në unazën e zjarit. Tsunami që ndodhi në 26 dhjetor të 2004-s për arsye të tërmetit në oqeanin Indian, goditi Indonezinë dhe shkaktoi mbi 230.000 viktima në më shumë se 14 vende. Tajlanda, Sri Lanka, India janë vende të cilat nuk ndodhen direkt mbi pllaka tektonike. Këto vende u prekën rënd nga tsunami i vitit 2004, pasi valët u përhapën në të gjithë oqeanin Indian. Kili dhe Peruja. Këto vende ndodhen në anën lindore të unazës së zjarit. Tërmetet nënujore në paqësorin jugor shpesh shkaktojnë tsuname që prekin dhe brigjet e Kilit, Japonisë dhe Zelandës së Re. Havaj dhe bregu perëndimor i Shteteve të Bashkuara të Amerikës marrin tsunamet e ardhura nga Japonia, Alaska dhe Amerika e Jugut. Alaska në vitin 1964 u prek nga një tërmet gjigant që shkaktoi tsunam i cili arriti deri në Kaliforni. Zelanda e Re dhe ishujt paqësor. Edhe këto vende ndodhen në zona shumë aktive tektonikisht, ku janë regjistruar disa tsuname të vegjël, por gjithsesi të rrezikshëm. Lind pyetja: ekzistojnë tsuname të vogla? Po, ekzistojnë dhe tsuname të vogla.
megjithse ato zakonisht nuk shkaktojnë dëme dhe shpesh kalojnë pa u vënë re nga njerëzit. Tsunamet e vogla janë valë detare të krijuara nga zhvendosje të vogla të ujit, zakonisht për shkak të tërmeteve të lehta, rrëshqitjeve të dheut dhe shpërtimeve të vogla vulkanike në ujore. Ato kanë lartësi të vogël, zakonisht më pak se 1 metër, dhe ndodhen në det të hapur dhe nuk përhapen shumë larg. Në det të hapur, këto valë shpesh nuk dallohen nga valët e zakonshme. Formimi i një tsunami të vogël. Në thelb, procesi është i njëjtë si ai i tsunameve të mëdhenj, një lëvizje e menjëhershme e ujit. Dallimi është në sasinë e energjisë. Një tërmet i vogël zhvendos shumë më pak ujë, ndaj vala që krijohet është shumë e vogël. Tsunamet e vogla ndodhin në dete gjysmë të mbyllura, siç është deti Mesdhe, deti Ege, deti i Japonisë dhe deti i Karaibeve. Tsunamet e vogla nuk janë të rrezikshme, sepse ato humbasin energji shpejt. Por në disa zona bregdetare, edhe një tsunami i vogël mund të shkaktojë rryma të forta, që mund të dëmtojë anijet dhe notuesit. Sado që tsunamet e vogla nuk janë aq shkatëruese sa tsunamet gjigande të paqësorit dhe Indonezisë, prap edhe për këto tsuname duhet të merren masa serioze nga njerëzit që janë afër bregdetit ose porteve. Disa shkaqe që dallojnë tsunamin e madh me tsunamin e vogël janë: tsunami i madh shkaktohet zakonisht nga tërmete të fuqishme në ujore, shpërtime vulkanike të mëdha ose rrëshqitje masive në ujore. Tsunami i vogël shkaktohet nga tërmete të vogla ose të mesme, rrëshqitje të vogla dhe shpërtime të pakta, ndonjëherë edhe nga stuhi atmosferike. Lartësitë e dallgëve. Tsunami i madh arrin në breg me dallgë që janë 10 metra të larta, duke përmbysur qytete të tëra. Tsunami i vogël arrin në breg me dallgë që kanë lartësi 1 deri në 2 metra dhe shpesh këto dallgë nuk duken si të rrezikshme në det të hapur. Shpejtësia dhe përhapja e tsunamit. Tsunami i madh përhapet me shpejtësi shumë të madhe në det të hapur, 700 deri 900 km/h, dhe mund të udhëtojë mijëra kilometra. Tsunami i vogël përhapet më ngadalë. Tsunami i madh shpesh para se të arrijë bregun, uji të rriqet shumë larg, duke zbuluar pjesë të detit që normalisht janë të mbuluara. Ky është një sinjal i rrezikut të madh. Tsunami i vogël zakonisht nuk shfaq ndryshime të dukshme, vetëm ndihen rryma të forta ujore. Tsunami i heshtur. Një tsunam mund të krijojë rryma të forta në det, por pa palë të dukshme. Kjo është e rrezikshme për notuesit dhe anijet e vogla, sepse nuk duket nga sipërfaqja, por mund të rrëmbejë çdo gjë. Fjala tsunam vjen nga japonishtja, që do të thotë val porti. Tsunami që ndodh në oqean ka val disa centimetra të larta. Këto val kanë një gjatësi prej qindra kilometrash dhe vetëm kur i afrohen bregut, këto val bëhen gjigande. Tsunamet mund të ndryshojnë vijën bregdetare, të krijojnë ishuj të rinj ose të zhdukin pjesë të tëra toke. Pas tsunamit të parë, mund të vazhdojnë për disa orë një seri tsunamesh të tjerë më të vegjël. Në rajonet e paqësorit ekzistojnë sisteme shumë të avancuara paralajmëruese. Atje përdoren bojra nënujore dhe satelit për të dërguar sinjale. Tërheqja e detit. Kur vala negative arrin në breg,
Uji tërhiqet me shpejtësi drejt detit të hapur, duke ekspozuar pjesë të mëdha të shtratit të detit, gur, korale dhe peshq të mbetur në rër. Kjo mund të ndodhë disa minuta para se vala e madhe e tsunamit të godasë. Shumë njerëz, nga kurioziteti, afrohen për të parë këtë dukuri, por kjo është një shenjë paralajmëruese. Pasi deti tërhiqet, vala e tsunamit mund të vijë menjëherë pas saj me shpejtësi mbi 800 km/h dhe me lartësi dallgësh prej 10 metrash. Nëse ju ndodh të shihni që deti tërhiqet papritur dhe zbulohet shtrati i detit, duhet të vraponi menjëherë drejt një zone të lartë, sa më larg bregut, dhe të mos prisni që të shihni valën. Si përfundim, mund të themi që tsunamet janë një seri valësh energjike që udhëtojnë në dete dhe oqeane, dhe zakonisht disa valë të tsunamit vijnë njëra pas tjetrës me intervale kohe prej 5 deri në 10 minutash.